artificiale që në fakt po hapin një epokë të re në robotik. Pa unë burko dua të shkoj në një lidhje të drejt për drejt me Ermand Mertenikën. Mirëmëngjes Ermand, nuk e di nëse më dëgjon. Mirëmëngjes. Përshëndetje Lili dhe kënaqësi që rishihemi sërish domethënë Ora News për këtë tematika për inteligjencën artificiale që mendoj që është diçka pozitive, domethënë diçka shumë që na rrit edhe atë na ndryshon humorin. Dhe si gjithmonë Ermand, ti nga makina dhe unë nga studio e Ora News. Po. Çështja se unë faktikisht kam shumë dëshirë, mund edhe herës tjetër të vim në studio, po çështja edhe orari punës edhe. Mirë që ka dalë zhvillimi i teknologjisë, kështu që ja, për teknologji do të flasim, për inteligjencë artificiale, kështu që sa realisht inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale unë e kam parë që kur është krijuar me rrjetet sociale, që me atë Google Mapsin është thjeshtuar çdo gjë, domethënë imagjino në cepat më të largëta të globit, ne komunikojmë sikur të jemi pranë njëri tjetrit. Imagjino, domethënë, po marrim këtë gjë që është bërë, jo më të tjera që po dalin gradualisht. Jo më, pastaj për robotin shtëpiak. Kur e kam dëgjuar këtë lajmin, domethënë Lili, këtë robotin Neo, faktikisht e shikoj, domethënë se e shikoj avancimin e teknologjisë më së miri. Se ky është një kompani amerikane që e ka krijuar, është një tip humanoidi utilitar, domethënë një robot shtëpiak shumë interesant, Neo që ja kishin vendosur dhe emrin, që realisht bënte punë të shtëpisë. Domethënë që mund të gatuante, që mund të pastronte shtëpinë, që mund të lante në lavatriçe, madje edhe që mund të paloste rrobat, mund të kuroste rrobat. Ku ka më bukur domethënë që të kesh një robot shtëpie që t'i vinë ndihmë gruas, domethënë, megjithëse faktikisht gratë duhet i mbajnë mirë, sepse gratë lodhen me fëmijët, jo gatuajnë, jo lajnë shplajnë, jo pastrojnë shtëpinë etj, kanë goxha përgjegjësi në raport me ne meshkujt. Kështu që do ishte shumë fantastike, domethënë, që është shumë fantastike që një robot humanoid i tillë është krijuar që t'i vinë ndihmë gruas në familje, ku ka më mirë, domethënë. Jam shumë dakord, pra nuk do kemi më nevojë për punonjëset ashtu sikurse një pjesë e mirë. Po, kjo sigurisht, unë e quaj pikërisht pra në një anë shumë pozitive këtë gjë, sepse ka të bëjë pikërisht pra leton punën e shtyllës shtëpisë. Se vërtet themi që ne meshkujt jemi shtylla e shtëpisë, por gruaja është bazamenti i shtëpisë. Pra gruaja e bën gjitha, gruaja mban shtëpinë, po, gruaja mban shtëpinë, edhe duhet, domethënë, si mund të themi, duhet ky krijimi i këtij ose inventimi i këtij sistemi humanoid është shumë fantastik, domethënë, që të bëjë ato punët e shtëpisë që në përgjithësi që janë, domethënë, madje ky ta sillet edhe kafe në mëngjes. Shiko se kur e flasim kështu duket sikurse është një gjë e largët, Ermand. Por nga ana tjetër. Jo, absolutisht. E di çfarë mendoj unë. Kjo është krijuar, domethënë nga është madje si çmimi ishte një çmim simbolik për $20,000. Këtu do ndalesha te çmimi, pra kush ka mundësi me pat një robot shtëpiak për ta urdhëruar me ato punët e shtëpisë ku unë faktikisht e sugjeroj në këtë mënyrë, Lili, një mashkull fisnik dhe një mashkull që është vërtet, domethënë që ja di hallin gruas. Që ja di hallin gruas dhe që e ka mundësinë e mirave ta merrte një robot të tillë. Si e ka mundësinë, sepse nëse është në këtë kosto kaq të ulët. Patjetër, po faktikisht këto pse e kanë nxjerrur, se ky nuk është sistem humanoid shumë i avancuar. Është një sistem humanoid utilitar, domethënë, që mund të bëjë disa veprime, disa punë shtëpie etj, por që fakti që shkruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që shumë shpejt mund ta zgjeroj gamën, mund të vijë edhe në Europë, madje pse jo, ku i di edhe në Ballkan, në Shqipërinë, Kosovë etj. Dhe je në djeni nëse ka persona të cilët e përdorin aktualisht, apo është vetëm e hedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me sa e kam parë unë, domethënë kanë filluar dhe i diku ato interesimet e para, domethënë për këtë sistem robotik, sepse është shumë i rëndësishëm. Shikoni, kur flasim për këto sisteme, ne faktikisht e kuptojmë se tash teknologjia dhe pak a shumë vite përpara kanë nxjerrë, domethënë sisteme elektronike utilitare, siç është për shembull fjala vjen
shesa me korrent automatike, disku, i cili e vendos pikërisht pranë dysheme dhe pastron në mënyrë automatike etj. Pra ka filluar të avancojë, por që kjo është një sistem humanoid shumë interesant, nuk mund të krahasohet, nuk mund të themi sistem humanoid komercial. Pra është utilitar, se kur flasim për humanoidet komercial, flasim për ato të cilët janë prototip njeri të ngjashëm me njeriu, është tjetër domethënë. Kurse kjo është një instrument shumë i rëndësishëm domethënë që bën punën të shtëpisë, gatuan, të servir kafen ty në mëngjes, pastron shtëpinë, fut rrobat në lavatriçe. Është një gjë e mirë, fakt, një gjë interesante që mendoj që shumë shpejt mund të vi edhe në Europë. Po, edhe në Ballkan, në Shqipëri, pse jo. Dakord, jam po i lam disa persona të papunë. Ky është një risk, patjetër, ne kemi përmendur shumë e drejt Lili, sepse inteligjenca artificiale 90% apo 95% në koncept, pra instrumenti AI realisht